S'do të punoj rinja, thot pastaj pse s'kemi lekë dhe pse s'vim do të Tajland, se duan sikur punojnë atje tetore dhe pastaj t'i ikin në shtëpi. Toka real estate që është kjo, ka disa prona në tërë Shqipërinë, edhe në Tiranë këto, po duan njerëz që t'i tregojnë. Pra shkruan njëri thot përshëndetje thot, kam një shtëpi në Freskë, Fuskotën. Dhe shkruajnë 10 të tjerë, atë shtëpinë që hodhët thot dua ta shikoj. Po kush do vetë ta shikoj, duhen ata njerëzit që quhen agent, një njeri si puna ime apo tjetri apo si puna jote, që vetë edhe i tregon, po zotri thot kjo është shtëpia, ka këtë brenda, ka këtë brenda, atë brenda, thot duhen dokumentat njërin tjetër. Në 10 vet, a njeri do e blej. Kush e blen, merr përqindjen e fut në xhep, po këta s'duan. Duan mos vën fare atje dhe vetëm marrin përqindjen në xhep, ku diu. Tani më konkretisht se kaq s'ua them dot. Toka real estate është duke kërkuar për agent. Mënyra si funksionon, ti nuk merr asnjë kacirë pas shite gjepon në një shtëpi, po punove, besh milioner, njohun njërin, ka marrë 120.000 euro, nuk premton asnjëri 120.000 euro, varet sa do punosh. Pyet një agent tjetër sa merr përgjithësi, ku diun, po varet nga njeriu. Kush do të punoj, të shkruaj një mesazh këtu, jo te mua, këtu te Toka Real Estate, kaq.